E vështirë, por dhe e bukur njëkohësisht. Të kesh në studio dy mjeshtër të mëdhenj të artit. Zotrinjt Hashim Kruja dhe Skënder Kraja. E vështirë sepse arti tyre është i pamat dhe nuk mund të përmblidhjet thjesht në një bisedë. Takon madhështinë, fortësinë, qëndresën, delikatesën, ëmbëlsinë, elegancën, depërtimin, çdo gjë që rrok dhe të bën që përpara një vepre në skulpturë të humbasësh thellë për të gjetur jo thjesht objektin, por depërtimin brenda tij. Është e vështirë sepse dy artistët mjeshtër, do thosha, kanë vite, punë, ekspozita, përpjekje, gëzime, entuziazëm, punë, çdo gjë që përmbledhet në jetën e tyre artistike, por edhe e bukur, sepse takohesh me suksesin, takohesh me veprën e prek, të depërton brenda vetes dhe të jep një mesazh. Përndryshe, arti s'do kishte kuptim. Tek hedh një vështrim mbi veprat e këtyre dy skulptorëve, natyrisht në një farë mënyre krenohem që Shkodra ka të tillë mjeshtër të artit, të skulpturës. Unë ju falenderoj që jeni sot në studion. Mirëmëngjes Shkodër. Ne ju falenderoj për ftesën. Ne ju falenderojmë për ftesën. Në fakt, sa rëndësishme është në jetën tuaj skulptura? Këti profesioni, se këti arti, ne kena kushtu gjithë jetën tonë, si unë, si Skënderi, dhe jena mënu që gjithë këtë periudhë që se kemi marru, jemi arsimu në këtë fush, ta shfrytëzojmë kohën, mundësit, kushtet, mëhimin e të tjerëve, kur i kemi gjetë që këta ta shfrytëzojmë dhe ta përdorim në të mirë të punës tonë, që punë tonë të dalin sa më të mira, sa më me nivel, dhe kjo ka një përgjegjësi e jona në realizimin e këtyre veprave që ne kemi riprodhu gjatë rrugës tonë në fushën e artit. Me Skënderin, ne jemi njoftë qysh në shkollë, se diferenca është 4-5 vjeçare në arsimimin tonë, dhe kështu që 5 vjetë, 4 vjetë nuk janë në kohë e gjatë, kështu që mund edhe jemi bashkos në këtë fushë. Por zotin Skënderi natyrisht një rëndësi shumë të madhe ka patur gjatë gjithë jetës skulptura. Po, skulptura është për kushtim. Skulpturën është një art. Skulptura duhet ta dush që edhe ajo por më gjitha është punë. Puna është ajo që unë për ditë dalë në studio, në 8-9 sahatim ke në studio, tash e kam s'jam të punu shumë, punoj del një gjys 2 maksimumi, se nuk është e rëndë skulptura. Por gjithsesi është emëruesi i përbashkët i gjithë veprimtarive tuaja për gjatë gjithë jetës, apo jo? Patjetër që është emëruesi i përbashkët, sepse skulptura na shumë edhe punojmë kur rrim, edhe kur ecim, edhe kur flem. Ne i shohim në ëndër, bile një 2 zgjidhje i kam zgjidh bocetet, duke gati të fjet. Mirë po, të shti, kjo është jeton me punën gjithmonë. Është frymëzimi. Është pasioni që është, bile besoj që para një 2-3 ditë telefon me një Albert Bashën, shok klase, telefonoj kur jam studio edhe ai rrujith. O, Skënder, thot, po si e mirë. Në ku jam? Në studio, thëm. A, mo Skënder, thot, na ka falë Zoti një punë që as
në shtyn kush, me bën punën, dalim fill e gjejmë veten aty në punë. Edhe kështu që kjo është një thënie që Pra, për gjatë gjithë jetës ju ka shoqëruar dhe ju shoqëron vazhdimisht. Në fakt, për fillimet tuaja natyrisht nuk po ndalemi shumë sepse këto fillime kanë në bazë prirjen, talentin, zhvillimin e tij, shkollimin, por pas diplomimit është shumë i rëndësishëm që kur merr një titull skulptor të bësh hapin e parë në punë, të brofësh me atë dëshirë, me atë pasion që ke marrë, ta nxisësh veten drejt një pune me kurajo. Si ka ndodhur për ju? Zotnia Shimi është skulptori i parë i shkolluar, në kuptimin që është i diplomuar, ka vepra e tij, skulptura e tij është mbi bazën profesionale të zhvillimit. Si ka qenë për ju fillimi i punës, zoti Heshim? Të shti për mu ishte edhe përgjithësi se ishe skulptori i parë, kështu që kishe për detyrë me realizu gjithë nevojet që kishte qyteti Shkodrës për veprat e artit në këtë fushë, gjithashtu edhe pjesëmarrja ime në për ekspozitat që u bashin ekspozitat kombëtare në Tiranë. Kështu që edhe unë ishe edhe marrëdhënie e punit, ishe mësues në shkollën pedagogjike, jepshe lënën e vizatimit. Pra, detyra funksionale ka qenë mësues vizatimi në shkollën pedagogjike. Edhe më jepte shumë kënaqësi, sepse përgatit që mësuesit që të jepshin lënën e vizatimit. Vëlle në atë periudhë kam arritë që një 3 nxënës të mi të shkputeshin nga fusha e arsimit dhe të kaloshin fushën e artit. Vetëm nga puna që kisha bëhen me ta gjatë 4 viteve të shkollës. Edhe shkunin në konkurs për Akademinë e Arteve, edhe atje kanë vazhdu më vonë. Por edhe nga kjo shkollë kanë dalë artista me punën që është bëha si në lëndën e vizatimit. Por sigurisht kushtet në fillim, viti i parë, 2-3 kanë vështira, kam punu në shtëpi, kam punu në shtëpi, një dhomë, ju kishe zonët familjes, aty u mundoshe me punu. Por, kur erdhi viti 69, më dha si detyrë me realizu veprat skulpturale të varrezave dëshmorëve. U lidha me arkitektin, që ka kanë shumë i talentuar, Niko Titka, shumë i përgatitur, dhe bë me projektin se si duhet jenë ata veprat e artit. Aty menduam me vendos një relief 9 metër të gjatë, në formë harkut, sigurisht i zbutën, dhe një figurë të një partizanit. Mirë pa, volumi i punës ishte e madh, koha ishte për një 8-9 muaj, kështu që unë kërkova nimin e Skenderit. Këto është pika e lidhjes? Këto është bërë lidhje, edhe i propozova Skenderit që këtë merë të relievin. Dhe sigurisht ne kishim zgjidhur ata idetë se si që dhe të paraqitshim, dhe ja sugjerova që është aprovu që ky relief do të ketë 3 etapat e luftës nacionale shërimtare. Si një triptik është konceptuar. Dhe Skenderi atëherë bani bocetin bas kësaj tematike, edhe u aprovu në rreth, dhe filloi punën, na filloi punën, na ishte dhënë ambienti i punës, dhe filluam punën të dy në atë studio. Dhe në studio atëherë kemi marrë deri në aula, duke pa rezultatin e punës tonë, ulla që kjo ambient ngelet vetëm për për studio skulpturet. Pra, në ndryshim nga ju, zoti Skenderi, ka ardhur pothuajse pa mbaruar shkollën, pa dhënë diplomën ose në ato kohë, dhe menjëherë është bërë bashkautor i kësaj vepre të pasqyruar, të ndarë në monumentin dhe në relievin.
ju ka dhënë dorë, ju ka dhënë entuziazëm, në fillim ju erdhët, patët një studio, u dosh të bënit me njëherë punën e cila duhej të pritej me njëherë, ishi student, do më thënë, diplomant, apo jo, diçka kurajo. Sigurisht, edhe është një shtytje. Por, unë me të mlemrua shimi, unë e zgjidha relevin, lufta, tradita e luftës, betejat gjatë luftës nacionale shqiptare dhe çlirimin. Tre pjesë. Pa, 3 pjesë. Dhe kështu që unë gjatë diplomës që kisha, unë e zgjidha dhe këte, dhe e derdha dhe e pruna këtu, u aprovu, kështu që me njëherë fillova punën. Kam marru shkollën të premten atje, të dilen kam fillu punën në studion e Hashimit. Dhe unë jam një njeri me fat, që Aja studia ishte e dhanë për punën. Po, natyrisht. një njeri me fat që unë që nga dita e fillimit punës dhe deri sot kemi qenë të angazhuar me punë vazhdimisht për qytetin, për ekspozitat kombëtare, për ekspozitat lokale. Kështu që ne jemi marrë gjithmonë në punë, falë edhe vullnetit tonë, pasionit që na ka majtë në punë, sepse shokët e mi shumë janë edhe largu edhe nga puna edhe Në fakt, piktor kemi shumë. Skulptor nuk kemi dhe aq shumë. Është zotni Ferit Kola, më falni për pa njohurit e personave të tjerë mbase të rinjt janë, por në brezin tuaj Gjithsejt, skulptora Shkodra ka 13. 13 tani, po. Gjithsejt. Por, disa janë edhe largu nga qyteti, punojnë në Tiranë, mund punojnë në qytete tjera, por në përgjithësi si Shkodran janë 13 skulptora. Por ajo që më bën përshtypje është se arti juaj, ashtu siç ju e thatë, buron nga frymëzimi. Ai frymëzim që mbase ju ngacmon në çdo moment të ditës, jeni apo nuk jeni në studio, jeni mes miq në shtëpi, diku tjetër, e keni mendjen për zgjidhjen e diçka edhe. S'ka si ti mos jetë ndryshe për një artist. Por që më pas materializohet, bëhet derisa formzohet. Unë do ta quaja është një mjeshtri. Përveç se pasionit, talentit, pa patur talent natyrisht nuk bëhet, por do në dhe mjeshtri, apo ja. Sepse të rokësh teknika të ndryshme, të dish, ti punosh, ti manipulosh, ti zotërosh. E di që ja puno, sepse njeriu edhe në të kalumen, qysh liceu artistik ne kemi gdhen, drunin edhe mërmerin, gurin. Mirë po, me kalimin e kohës, ato meten në mendjen tonë dhe në krijimtarinë tonë e kishim bën ata punë, dhe kështu që ne vazhduam edhe kur marrum Akademinë e Arteve. Vazhduam, unë kam gjetë gur, shkoshën e përoborre, mërmer, kështu dhe bile hala në i qopë mërmerit i kam aty, pavarësisht se bleva të tjera. Dhe ne kemi punu, unë kam punu në gur, fillimisht mërmer, dru, që pjesën më të madhe të punë që kam hapë edhe ekspozitat, janë dru, dhe në tashti duhet me thonë që mund tjetë në i në bakër, po, dhe në këta 3 fusha, po kam pasqef që materialin e fort është gjithmoni reziston kohës, edhe transmetohet
vazhdimisht Vepra mbetet gjithmonë. Mbetet ajo. Në fakt, ajo çfarë më bie në sy është se në periudha të ndryshme të krijimtarisë suaj, i drejtoheni figurave të ndryshme të historisë, luftrave, materializoni më tepër jo politikën, materializoni vlerat historike, duke u drejtuar figurave madhore, siç është Skënderbeu, Shote Galica, Dexho Luli, Rozafa, mbretërit i lirë, Nën Tereza, dhe luftrat e ndryshme, siç është lufta e Koplikut, apo gjithë për të cilën, siç duket, edhe studioni shumë historinë. Përndryshe, nuk do të dilnin vepra aq të bukura. Ashtu është. Shkodra me historinë e saj, me figurat e mëdha që ka nxjerr të frymëzon. Kështu që dhe të ngacmohesh kur lexon për shembull një libër pas një poem, një vjesht të Pashkovasës, të ngacmon që për me punu diçka. Ose për shembull këta për kreshnikt, për legjendat që ka rreth e jonë, për balladat, gjitha këta të frymëzojnë edhe na kanë frymëzuar si mu si Skënderin për me bë vepra artit me këta tema. Ose figurat që janë historike, Pashkovasa, edhe tu e marrë edhe qysh me mbretërit e lirë që thatë edhe jo, na kanë frymëzuar që edhe njëhet në krijimtarinë tonë janë paraqitur në këta figurë, janë trajtuar. Siç duket, disa janë edhe të porositura, por ka edhe frymëzime vetjake që ju i keni krijuar sipas frymëzimit që keni. Të porositura mund të jenë veprat monumentale. Si kanë qenë këto marrëdhënie kur dikush, një institucion ju kërkonte diçka dhe ju vendoste përpara një realizimi? Çfarë mobilizimi, po i them, keni patur për të materializuar në fillim idenë, sepse ju keni realizuar bashkë shumë vepra. Vepra madhore janë një 5 ose 6, që janë tamam derdhën në një pjesë edhe në brëndës, por në fillim ne merrshim porosin nga organet shtetënore, dhe ne u fuqim me bë bocetet i herë. Mas i bashim bocetet, mund punoshin një bocet, s'kene një bocet, i diskutoshin bashkë bocetet, dhe mësë delshim me një, që ata e zgjedhshin, për këtyne bocetet që punoshim ne, edhe e bashim bashkë atëherë realizojmë. Pra kishte një diskutim institucional. Pasi institucional. Keni patur përplasje ndonjëherë ose ndonjë zhgënjim për zgjedhjen apo jo të një boceti? Të forta ja, po sigurisht diskutime ka pas, se ka ardhur komisioni që i ka pa, ka dhënë mendimet e veta për në ndryshim brenda boceteve. Dhe mirë po, na kena pas nga njëherë edhe kohën e shkurt. Kja nga i qik nga ka, ja nga ka dëmtu, po nga ka vështirësu punën. Ko është puna me afet. Pra, bëhet fjalë për këto të porositura. Për porositura, gjithmonë çfarë kujtime që ruan zotin Skënderi nga kjo punë përbashkët për këto vepra monumentale që natyrisht ekzistojnë shumica prej tyre? Po, janë punë që janë porosituna. Në fakt, këto punë porosituna mund të zgjidhen shumë mirë, po dhe jo aq mirë disa si janë gjitha të barabarta. Dhe nga kjo del që ne kemi pas diskutime, kemi avancu punën e boceteve, njëni nga tjetri, edhe ato kanë arrit një fazë të kënaqshme. Kështu që ne kjo puna ka ashtu. Për puna që na ka këto të porositunat, unë kam bërë punë të më të mira nga ato që janë të pa porositur. Unë mendoj që atyre punëve t'i lëmë në diskutimin tonë të sotëm një kapitull shumë të gjerë, por ndërkohë dua të njoftoj edhe dëgjuesit që na ndjekin, cilat janë këto vepra monumentale që mbajnë firmën tuaj dhe janë të vendosura
në sheshet publike. Janë? Në fillim kena Varrezat. po, e para ishte që i diskutume Po. pa varrezat e dëshmorëve. Po. Edhe na ka hanë një vit kohë, kanë përgjithësi prej fillimit deri në fund, një vit na ka shku. Kurse punime tjera kena luftën e Koplikut, Të 1920-s. kemi atë luftën e Dexhululit, këngëtis Malësisë Madhe, Po, 1911, 1911-s. që është në më të kërësorit. Është e vendosur Është e vendosur në hot. në Hot. Vepër e skulptorëve Hashim Kruja dhe Skënder Kraja. Është vepra tjetër Dex Lidhjes Prizrenit për Shkodrën. Është e vendosur me të zona pazarit. Aty është bërë një shkollë dhe kanë vendosur brenda rrethimit të shkollës. Po. Ajo është e realizuar në beton dhe është 7 metra e sa është e lartë. Kur kaloni afër, ju sillin kujtime këto punime, këto bashkëpunime, kjo djersë që keni derdhur për t'i realizuar. Çfarë ndjeni? Patjetër që kalojmë te i punë që kemi bë dhe ngaherë mundet që edhe e kishim avancu i qik ma tepër. I bëni kritikën vetës. Bëjmë vetë autokritik Si vetës. jeni të kënaqur. Mirë po, vërtet aq kishim mundësi, sepse si shtashimi është edhe koha që na ishte Po mund të ilustrojmë këtë me këtë kohën. Është lapidari i brigadës 27 Sulmushë. Sulmuese. Na dhanë përësia, kena pas kohë vetëm 22 ditë me Rekord. realizu. Tash na ishim 2 vetë, edhe punoshim me kohë zgjatën shumë, dhe aja u realizu, se më thanë, u vendos, për një kohë shumë shkurt. 22 ditë janë pak me bë një vepër. Natyrisht. Mund të kenë ja 7-8 figura i ka i relievi. Po. Por gjëja më interesante e veçantë për cilën ju mund të flisni me orë të tëra janë punimet tuaja vetjake. Ato që lindin nga brëndësia juaj si një ide fillimisht për ndoshta për të diskutuar bashkarisht, ndoshta edhe si konsulencë, ndoshta edhe me vetveten në këtë diskutim, për të parafturuar një bocet më pas materialin ku do ta derdhni. Janë shumë ekspozita, janë shumë vepra. Nuk di çfarë ndjenjash dhe Janë mi 50 vjetë. nuk mund të përshkruhen as me një të vështruar të syrit të shpejt. Po gjithsesi janë shumë ekspozita apo jo? Janë ekspozita shumë, me të vërtetë që janë lokalet, janë kombëtaret, dhe kështu që Dhe janë për jashtë kufive. edhe jashtë kufive, jashtë kufive. Unë kam hap ekspozit në Vjenë keni hapur ekspozit. Në Malzi, kam punu monumentin e Nanteres në Malzi, që është një ndër të parat që është bën për Nanteresen. Bile kur më thot njani që e kam shiku, thot se cilat janë bën më të para. Ajo Nanteresa jote është e para, thot në botë që është bën deri tash. Që nifet. Shënon rekord. Po, ja, sa është punë rekordi, se s'kena punë me rekordi. Është e rëndësishme që ta vendosësh i pari. I ka shku menja 0-100 për shembull atyne që me bana takon ne se jemi shqiptar, ato nin më mirë atë punë. Dhe kështu që mos ndaj porositën Skënderbeun. Edhe Skënderbeun në kraj. Po, në kraj. Edhe ajo i doli shumë mirë dhe u derdhën bronz. Kështu që s'di që më thonë, kena ba pra punë bashkë me Hashimin, mos ndaj, kena ba punë atë të Koplikut, ashtu dhe në Tiranë për amfiteatrin e Institutit Bujqësor, dhe më thënë për
sa punë, sa përpjekje. Zotni Hashimi ka të tjera ekspozita. Unë do përmend vetëm disa nga ekspozitat jashtë vendit, siç janë ekspozitat në Francë, në Gjermani, në Janë disa punime që janë për galeri private. Në galeri private, Janë gjithsesi ekspozita punimet personale, tuaja punime. janë atje. Por edhe në Zelandën e Re. Aty kam hap ekspozitë personale. E veçantë më ka tërhequr ky lajm. Pa unë u aktivizova atje, u futa dhe në rrethin e krijuesve, u njofta me skulptor dhe atje kisha edhe një mundësi se ata kishin një dru shumë të mirë. Gurin nuk e kishin shumë cilësor, kurse drunin për mu ishte druni më i mirë Pra në botë. materiale më të buta. Ma dhe ma uniforme, jo me ngacmime me, si të nëna me neje, kështu par, si tush një brumit. Keni marrë nga druri i Zelandës për të punuar edhe këtu? Është e pamundur. Po ju keni bërë disa skulptura shumë elegante, shumë tërheqëse, nga njëherë të duken edhe transparente në atë çfarë përshkon. Pa, druni më ka leju këtë, me bashë, si transparente, me fjalë, me pak material, a i qëndrote në kom, ka që shumë ishte i fortë edhe i lidhën. Dhe një pjesë më të mirë të këtyne punime, unë ja kam lënë vajzave, kështu që njëna ka një 15 punime, vajza e vogël ka një 12. Nuk janë gjitha drunit, ka edhe në një edhe në gur, një pjesë janë në qeramik, kam punu edhe në qeramik. Ju ja keni lënë dhurat? Dhurat. Sa bukur. Ndërkohë për familjen unë do hap një dritare të veçantë sepse ju keni trashëgimtarët artist, por të qëndrojmë përsëri te krijimtaria juaj. Ekspozita të shumta, vlerësime të shumta? Gjithmonë ekspozit nuk qajnë. Dhe aty vlerësimet janë pa pare. Kështu që por se njohin veten na, ma mirë se çdo kush, edhe kur na i thot me dashamirësi, thonë edhe ato lavdrimet, por mendoj që kena hedh hapat duhun edhe në ekspozita. Keni rokur tematika të ndryshme, ne u ndalëm shumë në tematikën e qendresës, në tematikën historike, por po aq mbas edhe më shumë janë tematikat e lira, ato frymëzime të përditshme, ato portrete, nuk quhen portrete, si quhen buste që pasqyrojnë natyra të ndryshme, njerëzore, fëmijësh, njerëzish të punës, njerëzish pasionant, gjendjesh të ndryshme emocionale. Po, këto punë lidhen edhe me njerëzit që i donë, njerëzit që i kanë kontribu për vendin, edhe i bën edhe për qef. Domthon, shkon mendja që një emision për te dhe fille edhe frymëzohesh edhe pse mos tjetë trashëgimi për Shkodrën këto. Edhe mirë po, ose për familjen. Ka njerëz që interesohen posaçërisht për të bërë një skulptur për ta të porositur, njerëz qytetar, ardashës, që dëshirojnë ta kenë skulpturën në ambientet e tyre. Po. Ka. Unë s'kam pas në rast. Dhe këto ka që shprejnë dëshiren me pas një punë, një dashën tynet, baben, nanën, gruan, fëmin, etj. Në fakt, ne si Hashimi, si unë, i kemi realizu këto. Unë kam ba baben, nanën, gruan, fëmit, djalin, i kam ba në mërmer, në qeramik, në shumë ashtu teknikat ndryshme dhe kërkesa për vepra artit është vetëm një rast në Shkodër. Nuk kemi asnjë. Bile këtu mund të flasim edhe për shtetin vetë. Po. Nuk ka asnjë kërkesë, dhanë këta vite,
nuk ka menu me bë një vepër, si thush, vepër dekorative për ambientet e jashtme, për një lulisht. Po pra, Nuk ke sa e nevojshme është. Por është vetëm një rast, kjo është një lokal bar Iliria Po. në Kodrat atje. Sa ka lënë urën në si ta Mëricjan. Në fshatin Zus. Zus. Vetëm ai pronari ka dëshirën edhe ka realizuar shumë vepra edhe për të Skënderit tonë, edhe të skulptorë tjerë, në piktar. Vetëm ai ka bë kërkesa për me realizu vepra art. Sa e nevojshme është që skulpturat të zëvend në ambientet tona publike, që ata të depërtojnë me ndjeshmërinë që transmeton një vepër arti. Është shumë e nevojshme edhe për popullatën, për edukimin, për fëmijët. Ka një vepër që është realizuar mirë estetikisht, të pëlqen edhe të dokon, nuk është vetëm se e shef vetëm kështu, vetëm se me në knajsi, po të mësën se me njofta e të bukurën. Po, patjetër. Zotni Skënderi ka patur futbollistin, më duket. Ka qenë para stadiumit, po. Para stadiumit. Unë jam takuar vazhdimisht me atë futbollist, sepse atje kam pas shtëpinë, edhe vërtet më pëlqente shumë. Po sa bukur është që të tilla vepra të vendoseshin në sheshet tona. Një vepër në vjet, të 28 vjet kishin kanë 28 vepra. S'ka pas mundësi i bashkia me kriju i fond vogël, ashtu si krijon për gjithë tjera. Por edhe për traditat, për shembull, zotni Ferit Kola një herë pa të shprehur mendimin që biçikleta si element i jetës së Shkodër, se të mos materializohet, ose të tilla tipare të tjera që Shkodra i ka, apo jo? Është ndoshta nevojë. Po nevojë është, po është edhe ato që janë që i kanë dorë këto punë, nuk mendojnë shumë se kanë edhe fondet e vogla kanë kështu. Mirë, po unë kam ba ato të Kalas, Rozafen dhe Tremëretit i Lirë. Tremëretit i Lirë i bleva mërmerin vetë me ashtu dhe i realizova. Rozafen e kam mërmer, është 1,20 dhe 2,20 dhe me 1 metër, kam ble mërmerin prej Karrarët, mërmer të kualitetit që punon gjithë bota me te. Nuk kanë pare për me pagu. Gjithmonë kemi këto probleme dhe na vjen keq se si përballemi me to. Por gjithsesi ju nuk ndaleni në kolonitë verore, zotni Skënderi, në ekspozita dhe në punë të ndryshme të shumta, zotni Ashimi. Unë mahnita nga albumi që na ka dhuruar në radio, por një të tillë ka edhe zotni Skënderi. Çfarë i japin ditëve tuaja këto takime, këto koloni, këto marrëdhënie, ky ndërveprim? Unë e kam pas një anër të kem një shtëpi në Velipoj. Dhe sa po mu dham mundësia, unë e bleva tokën dhe bëna dhe shtëpinë teme në Dru, që e bëna shpejt dhe bëna dhe 2-3 ambiente tjera dhe një studio hapun është. Aty më vinë artista nga gjithë Evropa, shqiptar kryesisht, Kosova, Maqedonësit, edhe nga Malizim kanë ardhur. Mirë po, aty vinë, është një shkëmbim eksperience të shkollave të ndryshme të Evropës. Ato të Prishtinës, ato të Kosovës, ato kanë marru Akademi të Arteve në Evropë dhe kështu që i kanë pas edhe shkollën e tyre shumë të mirë për pikturë. Dhe ato vinë, unë i jap me hangër, me pi, me fjetë, falas, ato kanë me më dhanë një ose 2 punë. Një ndërveprim i shkëlqyer, do të thosha. Po, mu më intereson ajo punë, sepse kam bërë një koleksion të madh, që unë tash 15 vjet po bën që kam bërë atë koloninë dhe janë bënja 300 vepra.
kështu. Interesant. Dhe kështu që unë do të bëj një muze me ato. Ka hap 2 ekspozita me ato. Kam hap në ekspozit, Shkodër. 3-4 ekspozita kam hap, gjatë saj kohët, këtyne vjetëve, dhe më kanë... Ajo që më bën përshtypje është sepse ju shpesh bashkoheni, por keni dhe veçoritë tuaja individuale, në ekspozita, në punime të veçanta, bashkoheni pothuajse si brez, por bashkoheni dhe me brezat e më të rinj, sepse ju keni trashëguar tek fëmijët tuaj artin tuaj, në genet që transmetohen tek pasarësit. Zotni Hashimi ka djalin, skulptor, Petritin. Po, jep mësim në shkollë artistike. Po, ndërsa zotni Skënderi vajzën që quhet Piktore Beskida Djepagjia Kraja. Kraja. Por edhe skulpturën e aplikon. Edhe skulpturën- Dhe jeni takuar së bashku në punime. Çfarë ju jep kjo ndjeshmëri, bashkëpunimi me brezin e ri tashmë? Tash ajo është në Greqi, është larg me bashkëpunu shumë, me kanë vazhdimisht në punë të përbashkët, mendim edhe në punë. Kam ba një punë për atë me Meçpenin, ajo po thuj që ka kene përbashkët dhe do të bëj edhe i punë tjetër që po thuj është e përbashkët edhe ajo. Dhe ajo është skulptore, piktore, që ka marru dhe ka hap ekspozitat personale në Athinë, në përbashkët me shumë nga Tirana, nga në jashtë në Milano, me ekspozitë e përbashkët, Po, po. piktorëve shqiptar, Milano, Trieste, të Firenze, edhe kështu që ajo është, ka një portofol të mirë. Dhe kjo është, si thua, kënaqësia juaj, apo jo, zoti Hashim, ju keni Ashtu përvojën është, tuaj unë me kam Petritin. edhe tamam në profesionin tim, skulptor. Pa më shi se ka marrë për ceramik, pa ceramika është mana fushë Brenda skulpturës. fushës së Dhe është me dhënën e të mira, dhe të shti jep mësim në shkollën artistike në degën e skulpturës, janë ba disa vjetë, merë pjesën e për ekspozita këto në Shkodër, që i bëjmë në ekspozita lokale. E kam aktivizu edhe në përpunimet e mija për çështë zgjidhjet edhe realizimin, sidomos për ata punime që i kam të bari i Liria. Po. Kështu që është edhe aktivizohet në këtë fushë. Kjo është e bukura, sepse arti nuk shtërron në zemrën tuaj, por edhe në familjet tuaja. Dhe këtë burim të vazhdueshëm që bashkohet në një lumë veprash, ekspozitash, punimesh, suksesesh, vlerësimesh, do t'ju auroja që gjithmonë t'u ambushnin ditën tuaj, shpirtin tuaj të ngrohur të artistit dhe çdo gjë që përmbledh vizioni juaj në detyrimin tuaj ndaj vetes dhe publikut. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër, pa pretenduar se i kemi thënë të gjitha, besoj se i kemi dhënë një mesazh të bukur të veprës tuaj, të pasionit tuaj, të punës, përpjekjeve, mjeshtrisë tuaj, do thosha. Ju uroj jetë të gjatë, shëndet dhe suksesa. Faleminderit gjithashtu dhe ju urojmë jetën e gjatë dhe suksesin punën tuaj. Faleminderit. Radio Faleminderit Shkodër. për ftesën dhe edhe unë s'kam që t'ju them tjetër, vetëm t'ju uroj jetë gjatë, shëndet, plotë dhe Ju falenderoj unë ju.